Sot me mua është Blenda Zhurgolli Haxha. Në Nido Montessori School, për neve është prind, për ndryshe është nana e një vajze të mrekullueshme, nana e Doës. Blenda, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Për mua është një kënaqësi e madhe me qenë me juve këto, edhe me ndaj eksperiencën tëmë për ditës së parë në Nido Montessori School. Doa është një prej fëmijëve të parë që është regjistruar në Nido Montessori School në lagjen Marigona Hill. Sot kisha pas dëshirë me bisedu edhe me ndati me neve eksperiencën e adaptimit që ka pas Doa në qerdhet e na, edhe eksperiencën tonë si prind për çka ke kalu ti pak gjatë këtij procesi. Po, Doa kur kemi fillu këtu në Nido Montessori në Hill, Doa në klasë ka qenë fëmija i tretë, do të thonë ju konë shumë pak veta, edhe u konë hera e parë që Doa po shkon me një kopsht, për neve u konë një eksperiencë e kena pas mixed feelings në fillim kur ka fillu, se diqysh edhe na konë happy që po fillon u rrit me shku në kopsht, po pak edhe nuk e kena dit ambientin, nuk e kena dit edukatorët, po sa jemi hi këtu në kopsht, e kena vrejt një energji pozitive që ka reflektu si te vendi, si te edukatorët, edhe ajo na ka bo edhe mua edhe agonin muni edhe maljat si prind që pe bim do në një ambient t'il. Dita e parë kur filloj, hina edhe unë në klasë me të dhe një sen tjetër që më ka bo për shtypje është që kë mobilet, punimet ku punojnë vendi e sene, jënë konkret në nivel me njëjtë me trupin e fëmijët, edhe Doa u pat lidh me një material që u konë ajo me barë të orizim prej një anës një anë tjetër, edhe si kemë në klasë, shkuj kemi një herë merke që ato, ullke edhe janë kemi punu me të. Fillim, ditët e para unë jom hi ka pak, kom najt, ka disa ore dhe Doa ka najt, po dhe unë pak sham fillim derisa adin ajo shkopot ke u tërheke prej meje dhe vazhdoj ke me punu aty në klasë, mas nej pas do ditëve me edukatorët e kemi pa që Doa është e gatshme, me fillu me najt të ditën me kalu aty, fillimi nuk u konë shumë i letë, as për mu, as për Doën, se u konë një farë shkëputje. Diqysh mu do ke pak edhe thotë që po nina edhe gjatë ditës pa to, po edhe nuk u konë e letë, ishisha aty te dera kër u përshëndetshin fëmijët me prind e vetë, qysh i përqafshin, i potshin edhe vazhdojshin si kur gjoheq, kjo pak qaj ke kështu fillim, edhe u pata mërzit edhe une pak e sene, po tani me kalimin e kohës nuk ka zgjat shumë si proces, muj me thonë ashta që kjo kur ka fillu me najtë të ditën, një javë maksimum e ka pasë dhe dyqysh filloj mu ambientu, nëse mungoj ke pak najtë dit, i mungojshin shokt, i mungojshin mësuset, edhe gjithë që ka u konë, dyqysh si i ka shku si marë. Mendoj që pak e nëvlerësojmë sa shumë ka rëndësi procesi adaptimit në kopsht me u bo me prind. Mendoj që ka na dallojnë edhe neve si shkollë është që na mundohemi me lon gjithmonë prindin, me qenë ura lidhse mes fëmijët edhe kopshtit. Mendoj që kur ata janë të ekspozuar në atë ambient ku kanë me nejt, me mësuesit e tyre, nëse që kjo lidhje bëhet nëpërmjet prindit, bëhet automatikisht pak më e lehtë. Eksperienca jote po tregon që ajo Doa kur ka ardhur te na në fillim normal ka shku te një aktivitet, i cili është i vetmi çaj që i ka pëlqyer në fillim, edhe kjo e bën e krijon stabilitetin, e krijon sigurinë dhe ajo o ndi shumë rahat me çato që e ka bo. Diçka tjetër që kisha pas qef me diskutu është ndryshimet që ishe. Kisha pas edhe unë shumë ndryshime ndaj që pjesë se unë me fillim kom vrejt ndryshimet e Doa. Do me thonë ashta për dikon si ndaj, po për mu jënë konë tepër interesant, dyqysh u çuditësha. Për shembull, kur e pata marrë si me thonë as 2-3 dite prej kopshtit që ka fillu, e mora dhe shkumna në shpe, edhe i ka shkallët aty në banjë që gjithmonë i lanë durë të sene, po gjithmonë atë pjesë e ka bu me udhëzim temen. Edhe kur u ardhë këtu në kopsht, një ditë prej ditë u këthy në banesna, edhe Doa shkoj, i ngrej mangët e gjemperit e ka pas një vesh, i ngrej nalt, edhe filloj mila durët, edhe unë u shtanga pak meta, adin diqysh nuk mu besoj ke pak u emocionova që kjo u rrit me ditë vetë, po në anën tjetër edhe kesh falenderuse, edhe unë iva proud me vendimin tem që e kom zgjedh, që e kom qute Nido, edhe që e kom pa për mu, nuk e di a shojnë krejt ndryshim për me njëherë, por për mu konë një sen shumë interesant sidomos që po flasim për Doën që është një fëmijë që ka ardhur na me paj pas 2 vjet, do me thonë, nuk konë një muj ose 2 paj pas 2 vjet. Doa e vogël edhe me boqat
qatë u konë shumë interesant. Tani një prej ndryshime tjera që ka ndodhur është që e kom cek edhe shumë shpesh ju tregoj edhe prindve tjerë që dojnë me shku në kopsht ose i kanë fëmijët sa doa dhe bisedojmë normal ato bisedat për fëmijë secili. Mu ka tepër interesant ato rings i ka doa me ngjyra, edhe i ka do boxes kështu me figurat kafshëve, po ato janë edhe me ngjyra. Edhe doa, do më thonë nashta mas një javë që ka fillu kopshtin, besoj që ka pas ma shumë, e kam edhe të regjistrume, kur e ka marrë, i ka vendos ngjyrën e kuqet e ai boxi koq, ngjyrën e kaltërt ta krejt, lidhjen i ka bo accordingly aty, edhe nuk e ka bo tu e udhëzu unë, do më thonë e ka bo vetë që të sen, edhe për mu konë si ndryshim shumë interesant, më ka pëlqy, edhe një prej arsyeve që e kemi zgjedhë Nidën është që është një vend që ajo mëson me kurreshtje. Me ritmin e saj, ajo zhvillohet, pa presion, pa ndikim dikujt, ajo me ritmin e saj po zhvillohet edhe më ka pëlqyer që ky sen shumë që e kena zgjedhë. Diçka tjetër që është specifike, është që Doas i ka ra me najt në klasë të grupi 1-3, dikon 9 muj, nëse s'ka bëj, qashtu, dikon 8-9 muj. Edhe madje ka fillu me hy në tranzicion, edhe ka shku të klasa 3-6, që është një klasë shumë ma komplekse, për shkak se aty fëmijët janë moshat 3, moshat 4 dhe moshat 5 vjeç. Do me thonë prej 3 deri në 6 vjeç edhe është klasa pak ma e madhe në numër, i kanë fëmijët 5 vjeçar që i përcjellin rregullat e klasës, shumë ma lehtë, etj, edhe Doa ka kalu në për qëtë proces, pak nëse mundesh me ndoa me neve se diçka që është specifike për Doan është që të folurit ju ka zhvillu shumë, ndoshta pak ma, në mënyrë pak ma të avansume, edhe për çato kemi pas marrë vendimin bashkë që duhet me kalu te grupi 3-6, edhe mandej që kjo eksperiencë është pak ma emocionale me kalu te grupi 3-6. Ma emocionale u konë kjo eksperienca që kena kalu te kjo pjesa klasa ma e madhe 3-6, se nashta fillimi e kështu, se po fillojshë më u lidhë dhe prindri me edukatorët, jo veç Doa që u lidhë me ato, edhe mas në ti po eshe që fëmija jotë po vjen të rritë, të zhvillu, sa është shumë mirë, në anën tjetër është dhe që po kalon koha shumë shpejt, edhe u konë një pjesë shumë interesant se nuk ka qenë, sikur fillimin që kemi pas ambientimin e Doas në klasë në 1-3, që ka qenë gradual, edhe te klasa 3-6 gjithçka ka qenë graduale. Fillim ka fillu Doa ka shku ka nejt, ka nështë 10 minuta, 15 minuta, mas nejt tu kalu në Doa kur ka desht vetë, i ka kërku mësusës tjetër, ka thonë po du me shku te klasa eme dhe ka shku. Do me thonë, gjdo det ajo ka shku ka pak e ka vizitu klasën e 3-6, klasën e re, edhe ja ka nisë mu ambientu ka dal, që për të nuk u konë presion për me njëherë, për të u konë shumë mirë edhe për neve që ajo po shkon, pishet, po njoftohet me do shok tri, nashta që i ka pa dhe në kopshton gjatë vizitav e kështu po rrim pak, po kalon kohë, po njoftohet dhe me materiale të reja që janë ma interesante, nashta ma komplekse, se sa ato të kalu me që i ka pas, edhe deri kur kemi vendosë, kemi pa dhe na edhe edukatorët që ajo është e gatshme me kalu ditën aty, edhe për mu ka qenë shumë ma e letë se sa që e ku mendu. Adin u mërzit ke dhe kjo pak u bu ma emocionale, i kërkoj ka ato mësuset që i ka pas, do me thonë ka njerë edhe ka qajt, po gjithë që ka u konë edhe këto mësuset e reja e kanë kuptu, kur ka kërku me shku te klasa e kalume, edhe pse tash vetë se u vendos në këtë klasën e rej, do me thonë që sa muj, po i bjen, kur ka disht me shku aty, gjithë mund shkan, i viziton pak, i përqaf, kthehet, mendoj që ky ritmi i letë ka dale me pa presion i ka ndimu shumë kësaj. Diçka tjetër, ose mu kthyte pjesa e të folurit, na si shkollë jemi shkollë bilinguale, do me thonë 2 gjysore, edhe kemi diskutu punën e 2 gjysisë, së rëndësishme është. Çka mund është me nda me neve, për që ta se kemi diskutu nga kanë personalisht, po. është shumë interesant se Doa e ka gjutë par Shqipën. Na nuk kemi desht mi bo presion me mësu edhe anglisht e kështu, jo, ajo mëson ka dal. Po çka po shoh, unë prej që ka dal te klasa 3-6, është që aty e ka dhe shoqnin internacional, nuk ka ma veç që folin shqip, po folin edhe anglisht edhe po vrej çdo ditë, po ju integrohet ma shumë anglishtja, po mëson fjalë të reja, që ka fillu prej klasës 3-6 që ka dalë, ka fillu me ju, do më thonë, me ju shpeshtu të e ndëgju gjuhën ashta, dhe vetë po ma bom please, sorry mam, po mëson, pe vrej unë e dalimin, vetë si prind,
Ka zhvillu, ka shku për para. Te klasa 3-6, procesi me indjeku udhëzimet është pak ma i vështirë, quajmë kushtimisht, për arsye se fëmia që është në moshën 3 vjeçare, ajo kur vjen te klasa 3-6, zakonisht fëmijët që janë pak më të mëdhej e afrojnë. Edhe ata janë udhërrëfyesi të vërtet, se normalisht është edhe mësuesja, mirë po janë udhërrëfyesi të vërtet. A mendon që ka ndonjë ndryshim në aspektin sjellor te doa prej kur ka dalë te grupi 3-6? Ka pëlqyer shumë kur patëm vendos me juve, me edukatorët e kaluar me DOS, me vazhdu në klasën 3-6, është që një prej arsyeve është që aty mo doa u bo, si me thonë, ma e madhja. Zhvillimin folur veç viket ushtu, për në anën tjetër shike edhe beba, jo beba, po fëmijë ma të vegjël që jënë kontu u mësu me të folur e kështu, edhe filloj ke ajo edhe fëllke pak ma si bebe të shtëpia e kështu, edhe në diqysh u munoj ke si bi imitu ata shokët e vetë. Edhe që e kom pa në dallimin kur ka kalu në klasën 3-6 është që ajo u qetësu emocionalisht. Ka fillu me fol tamam qysh fol tash. Nuk ka fol ajo kur si bebe që ja nisi që atëherë. Ka fillu me fol si e madhe, u qetësu. Sjelljen e pas një fëmijë më i madh. E kom vrej diqysh edhe unë vetë si prind që sjelljen e ka pas si një fëmijë më i madh. Kjo pjesa e Montessorit është shumë e rëndësishme edhe doa e dim që tepër i pëlqen edhe bashkë kemi diskutuar sa herë. Po sigurisht ka edhe diçka tjetër jashtë Montessorit. Cosmic Education. Po, Cosmic Education është shumë interesant se në fakt ndërlidhet me fëmijë edhe ndërlidhet me pjesën e shkencave, kulturës. Vendi tyre në univers ku përkasin ata edhe është një pjesë që po më pëlqen shumë që është të e mësu dua tash në këtë klasën e re edhe është të e mësu vendin e vetë ku përket në botë, në univers edhe dua pesho që në klasë që kam pas mësime për te Cosmic Education e kom pa dua të qysh u kon me dur nalë të e shiju edhe shpe kur po vjen dhe me thonë folj për anije, folj për adin e sho që po ndikon pozitivisht që kjo pjesë pozitivisht. Blinda falenderoj shumë që ndove eksperiencën tonë dhe me neve, mendoj që është shumë eksperiencë pozitive, jashtëzakonshme. Faleminderit shumë Ylka për ftesën, është kënaqësi që kesh pjesë e kësaj epizode. Një sen që po duam ju falenderoj edhe juve është që Nido nuk ka pas ndikim pozitiv veç te doa, po ka pas ndikim pozitiv edhe për mua si non, se e kon pas sa shumë unë të më zhvillu një fëmijë pa ndërhypje nëse veç i japet hapësira atij vetë me pa çka është i capable me bo. Faleminderit shumë Lena. Faleminderit shumë.